Një përplasje verbale ka ndodhur sot mes Dardan Sejdiut, ish nënkryetari i Komunës së Prishtinës, dhe kryetarit aktual Përparim Ramës. Përplasja verbale ka ndodhur pas dështimit të seancës së Kuvendit të Prishtinës, ku në rend dite ishte propozim vendimi për vënien në shqyrtim publik të projekt dokumentit të planit zhvillimor komunal 2025-2033. Ema Nikçi, Asamblisë nga Radhat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, pas dështimit të seancës, i drejtohet ish nënkryetarit Dardan Sejdiu se nuk kanë asnjë obligim ndaj tij. Ndaj teje s'ka askush obligim me u përgjigj. E keni qeverisë 8 vjet komunë dhe e keni shkatruar, tha ajo. Ndërkaq, ish nënkryetari Sejdiu dëgjohet duke thënë 4 vjet, nuk jemi të rejtë, tha ai. Më pas një përplasje verbale patjetër ndërmjet kryetarit të Prishtinës Përparim Rama dhe ish nënkryetarit Dardan Sejdiu. Rama tha se dokumenti për planin zhvillimor komunal është i gatshëm që më shumë se një vit, por që sipas tij po bllokohet nga opozita në Prishtinë. Kemi bërë thirrje që sot të votojmë që ta qesim në diskutim publik planin zhvillimor komunal, që është i gatshëm tash një vit e gjysmë e që po bllokohet nga opozita, lëvizja vetëvendosje e PDK, tha ai. Sipas tij, në seancën e Kuvendit Komunal nuk ishin asamblistët që janë votuar nga qytetarët e kryeqytetit. Ai tha se ky dokument është me rëndësi të madhe për kryeqytetin në shumë sfera. Pas kësaj, ish nënkryetari Sejdiu e pyeti Ramën se sa lagje janë vizituar në proces. Një numër i madh i lagjeve tërë kohën. Ne vizitojmë lagje, tha Rama. Sejdiu tutje insistoi se sa lagje e kam parë planin. Ja që njerëzit si ti që japin dezinformata e i rrejnë qytetarët. U shpreh tutje Rama. Ajanisa, sa lagje e ke vizituar, në sa lagje e ke qit planin zhvillimor, nuk ke nevojë për sulme, mos të thot porem se ne jemi tu pyet, u shpreh Sejdiu.